Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk hallvasi me tahini. Është një hallvasi shumë e shijshme të dashur miq. Ua sugjeroj shumë ta provoni sepse del fantastike. Ka një teksturë të mëndafsht dhe kur e shtyp me lugë apo me pirun, shpërndahet apo shkoqet sikur të jetë si ajo rëra kinetike që lozin fëmijët. Duke përmbajtur tahini, është gjithashtu shumë e ushqyeshme për fëmijët sepse tahini ndihmon në ushqyerjen e kockave të fëmijëve, pra ndihmon në zgjatjen e tyre. Ne shqiptarët për hallvën jemi pak skeptik sepse me idenë që e bëjmë kur dikush ka ndruar jetë, por nëse keni besnjutni të tilla, hallvës mund t'ia vendosni emrin për shembull që po e bëj për shpirtin e gjyshes apo po e bëj për të kujtuar shpirtin e dikujt. Do të dalë fantastike të dashur miq, të jeni të sigurt që do t'u pëlqejë jashtëmase. Le të fillojmë nga puna. Për këtë recetë do të na duhet 125 ml vaj, lule dielli, 80 gram gjalp, një gotë 200 ml me irmik ose griz ose semolina, pra është ai mielli që është si pak me kokriza, një gotë me miell normal që bëjmë për kek, byrek, një gotë me sheqer, një gotë qumësht, një gotë ujë dhe 125 ml tahini. Shtojmë pra në tigan 2 llojet e miellit, miellin normal dhe miellin semolina ose miellin griz. Në turqisht i thon irmik. I trazojmë mirë derisa miellrat të qullen plotësisht në vaj dhe gjalp dhe të fillojnë të ndrojnë ngjyrë. Derisa të fillojë të ndrojnë ngjyrë, do ta trazojmë vazhdimisht. Siç e shikoni, pasi gjalpi dhe vaji është nxehur, pra pasi masa është nxehur, fillon të shkumojë. Kjo është normale. Vetëm ju do ta trazoni vazhdimisht. Keni parasysh që prej miellit semolina ose prej grizës nuk ndron ngjyrë shumë shpejt, për këtë arsye duhet jeni të duruar për një 15 minuta do të marrë këtë ngjyrë që shikoni dhe ju në kamerë. Për ta qullur, unë kam përdorur një gotë ujë të nxehtë dhe një gotë qumësht. Mirë është që këto të dyja gotat t'i bëni bashk në një enë tjetër dhe ta shtoni me kujdes mbi hallvë, që avulli mos t'u djeg dorën. Siç e pat, nxehtësia e avullit nga që të djeg dorën, unë e kam hequr për një herë dorën, gjithashtu kuzhina më është spërkatur nga mënyra se si ja hodha, për këtë arsye keni kujdes. Këto dy gota bëjni bashk, pra qumshtin dhe ujin e nxehtë, dhe shtojani avash avash, ndoshta me garuzhde apo me një enë tjetër ku nuk ju digjet dora. Pasi i kemi shtuar masën e lëngshme, trazojmë mirë derisa ta pi të gjithën. Ja kam ulur pak gradacionin që të bëhet avash avash. Sheqerin, siç e shikoni, nuk ja kam shtuar akoma. Sheqeri i shtohet pas ujit. Kjo është normale, nuk është se e kam harruar, kështu është procedura e kësaj lloji hallve. I shtojmë dhe sheqerin dhe fillojmë ta trazojmë mirë, pra duke ngjeshur, duke rretulluar. Prej trazimit shpejt të dashur miq, e kemi derdhur pak, po kjo është krejt normale kur e gatuan në një tigan, ju mund ta gatuani edhe në një tenxhere. Unë e kam bërë në një enë të hapur që të duket sa më mirë dhe ngjyra dhe procedura se si veproj kur e trazoj. Brenda një tenxhereje është më vështirë ta tregosh se si vepron kur e trazon. I kam shtuar tahinin, i kam shtuar me këtë gotën me mililitra, 125 mililitra tahini. Dhe
ja kam futur masës avash duke e trazuar si tregohet në video. Si që shikoni është shumë e butë si tekstur, është si rër, si ajo rëra kinetike që lozin fëmijët të dashur miq, që shkërmoqet, është goxha si e mëndafsht, pra nuk di se si t'ua tregoj, por është goxha e mirë si tekstur të dashur miq, gjithashtu del dhe shumë e shijshme. Në këtë pikë çdo gjë është gati, mund t'i jepni formë sipas dëshirës, mund ta hidhni nëpër kupa ose mund ta ndani me lugë duke i dhënë formën e një luge. Si që shikoni, e ngjeshim me lugë pas anës së tiganit dhe me një lugë kafeji i rregullojmë pjesën e sipërme dhe në këtë mënyrë i japim formën e topa. Mund ta hidhni dhe një enë që ka një formë të caktuar dhe ta shërbeni me akullore apo me çfarëdo gjëje që keni dëshirë. Pra një filxhani kafeje apo një gotë çaji është fantastike të dashur miq. Ju sugjeroj shumë që ta provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju dole. Kjo ishte edhe receta për sot, shpresoj t'u ketë pëlqyer, nëse po mos harroni të jepni një like për të më mbështetur dhe ta ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe miru dëgjofshim.